Ju jeni shumë i ndjeshëm. Kushdo ju a thot juve këtë, është i varfër, sepse ata nuk kanë dëgjuar profetin a.s. Profeti a.s. u thot shokëve të tij, disa njerëz do të futen në xhenet dhe zemrat e tyre do të jenë si zemrat e zogjve. Dua të them, për shkak të dashamirësisë së tyre ekstreme, zemrat e tyre janë si të zogjve. Ata qajnë për çështjet më të vogla dhe qeshin me ata më të thjeshtat. Ndoshta kjo zemër është garancia që do t'i çojë ata në xhenet.